Rreshtet intensive të shiut dhe rritja prurjeve në Përrenj kanë shkaktuar problematika pas ditën e së premtes në fshatin Bardhaj në Shkodër. Si pasojë e sasisë së madhe të ujit, kanali kryesor ka dalë nga shtrati duke përmbytur rrugën, ndërsa toka bujqësore janë vënë në ujë. Në 10 banesa është raportuar prani uji në Oborre, çka ka sjellë vështirësi për banorët e zonës. Pak orë kanë mjaftuar rreshje shiut që mbrëmjen e djeshme 10 banesa në fshatin Bleran, këtu në njësinë administrative rrethina të kenë prezencë uji. Sipas banorëve, uji ka qëndruar për disa minuta dhe më pas fatmirësisht është tërhequr duke mos hyrë brenda në banesa, por vetëm në oborret e tyre. Këta të fundit bëjnë thirrje që të merren masa për pastrimin e kanaleve kulluese në këtë zonë, të cilat sipas tyre janë bërë shkak i këtyre përmbytjeve. Deri tek mrend ka një ujë, veç kush ka pas zokle nelt, se dhe mrend në për oborre, në për bletër, nuk di gjën shka ka mahet. I ky do të pastrohet kanali nëse mytën i ke lagjet në. Po kena mujt, sa ka mujt me përmba prita, po ishte ujë shumë, s'me kena nal. Nja e baza kryesore për mastru kanalit. Kena dal, po kena mujt ujë, përnu me lapate me këtë punë. Në përbanesa ka, a shumë problem kjo rrugë. Ka nevojë shumë për me bëjtësi. Falë ndërhyrjes së Bashkisë Shkodër, situata është normalizuar dhe kanali kryesor, si dhe rruga janë kthyer në funksion normal. Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve që të mirëmbajnë dhe të pastrojnë kanalet e kullimit duke shmangur hedhjen e mbetjeve për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen. Ndërkohë në zonat malore, konkretisht në aksin Bog-Theth, gjatë natës janë shënuar rreshje bore dhe aktivizimi disa ortekëve. Strukturat përgjegjëse kanë marrë masat e nevojshme dhe rruga është pastruar, duke u bërë kalueshme për qarkullimin e mjeteve.